Qindra ton shalqin kanë mbetur pa u tregtuar në frakull të Fierit. Mungesa e tregut vendas dhe bllokimi i eksporteve kanë lënë prodhimin në ara, ndërsa fermerët thonë se po përballen me humbje të mëdha. Sipas fermerëve, kanë investuar shuma të mëdha parash dhe kanë marrë kredi, por tashmë rrezikojnë falimentimin. E sipas tyre, nëse situata nuk ndryshon, do të detyrohen ta hedhin prodhimin. Dhe si faqe unë kam 13 lymë shalqi. Shalqiri është bio, pa pesticides, është bërë vetë në natyra. Është mbjell, ka vajtë Kosova 2 fishi si vjetë, krasim e vjetë. Ai është bërë është pjekur, ja, si që shikoni është pjekur i gjithë shalqiri, s'ka treg fare. Me plera organike të vi kush të doj, të shikoj të bëj analizat, në qasë dhe to del shalqiri me mbetje, ja muni pari do vetëm burg. Nuk shitet s'ka treg fare përgjithësi. Kemi hasur keq, edhe ata fermerët e tjerë që dalin, njëjtë problem kanë si puna ime. Gjithë zona, gjithë vendi, si vjetë as një vit. Kemi pasur probleme, po jo kaq. Si vjetë s'ka arru njëri të thotë, ore, u bë shalqiria, u bë, s'ka tregje fare. Ai s'duron do të them na 3 ditësh. Se si do vej puna, nuk e dim, jemi në hap ma. Të gjithë mundimi jon brenda po sushir shalqiri brenda kësaj jave ai mbaroi, s'ka më. E mban kot digjet komplet. Shteti duhet veri ndim për fermerë se i ka lënë fare zero. Asnjë ndim asgjë. Ne bëjmë prodhimin asnjë shef, domati është bio. Të tëra i kemi bio. Asgjë s'përdorim ne çkret me pesticide ça nxjerrin ça ashtu ja. Me organike, plera organike, tëra me fatura komplet, plerat të viti shikoj kam aty të shënuara tëra. Mua ku vete Kosova rreth 0,1 milion dylumi. 12 milion lekë vete Kosova. E do ai, jo fidani, jo plasmaset, jo zorrat, jo punimet. E kam marrë naftën 2 fishin si vjetë, krasim e vjetë. Vetëm naftë s'dihet se sa lekë kam hedhur. Se përdor me naftë, s'kam pom korrent. Asnjë gjë. Unë mbyta dhe serat që kam, unë mbyta në lumi seri njëri fare thosh, ore, qa halli ke, qysh kje puna. Po vete javë, jo se është sot edhe është i problem, po vete bi 10 ditë që nuk ata s'po mledhi fare. Ata vinë 10 veta këtu ja, na ma mua njeri, na ma mua tjetër. Si vjetë s'ka arros njeri, as i telefonat. Ne jemi përballu, po si vjetë jo. Viti më i vështirë se janë kostat lartë të tëra, ndash na fidani të tëra. Është shumë viti vështirë. Edhe ata pika thonë që s'kemi tregje, se si vjetë. Thirra jonë është që shteti t'i hedhi sytë në bujësia të shkoj fermerët se do shkatrojë çdo gjë, do vitë tëra jashtë, mallin a jashtë, ta blej me 3 fishin, 4 fishin e çmimit. Se kështu duan ta. Duam ndihmë nga shteti. S'ka ardhur asnjë agronom tu që ka shteti që i jep lekë shteti agronomit që është i zonës tonë këtu. Duhet të vi një vit e më thotë mua ça drejt që ke mbjell. Qa ke bërë këtu di? Asnjëri, ai me lekë kot i fut në xhep. Vi këtu e të bëj analizat e tokës, të bëj qa kam hedhur unë, tëra. Nuk vi njeri valla. S'ka. Ai rri aty në shtëpi, në zyrët, lekë i merr, si do qefi, ne fshatarët e shkret jemi me diellin lart. Unë quhem Neim Zeqoj në fshati Ad, edhe jam fermer, kam mbjell domate, sharqi, lule shtrydhe. Tani kemi ardhur në periudhën e sharqirit. Sharqiri është bërë, s'ka as një tërheqje, as me eksport, as me gjë, se kush e ka mbyllur, nuk dihet kjo punë. Neve kemi ngelur as një kokër leku. Se ku do vej kjo punë nuk dihet. Do ikim fare, do ikim. Unë i ikur jam, po do ikim në të pjellët e mi. Kemi shpresat na hiqet se ku do vem. Ose të ikim fare, se nuk ashtu me këtu. Ne kemi 12 lymë, 1 hektar pik 2. Si ja, shiko të kesh aty, as një kokër. Ta e din tani, e di Rama me shok, e bllokojnë eksportin edhe hala anësi. Ndash me domate, ndash me sharqin, se si do vej kjo punë. Po shiko mua ti, si jam bërë unë, lere punë e losme. Punë nuk po e qaj merë, po të paktën marim djersën që bëjmë. Se ate që hedhin të paktën. Po kualitetin aje, po s'pate kualitetin nuk ta merë pyri. Edhe ti që të hash, po se patet një domaten nuk ta merë. Talem në ne, talem. Ne ngrihemi vem në luqe e shesim andej. Se është mall i mirë edhe e qojmë andej. Po që do, pa para. Sa i ben gjumi natën qunit, si ben leku. Me 300 lek, me 400 lek, ti qilë do lash më para. Punëtor të, po do lash vetëm tënde. O shpenzimet i ke hedhur. Ne nga ka vajtë 7 milion vetëm në shpenzime gjoj.
Hajde nxirri ti tani, me 300 lekë, se s'di unë. Që është edhe për eksport dhe për tregun të brendshëm. Po si vjetë si pas shenjave që po vinë, shumë keq situata. Eksporti s'po punon fare, që të heqi. Malë që vinë, qose vinë e një kosovarë që të marri. To janë bio të gjitha, nuk ka pesticide që të kemi hedhur. Edhe sharqi duket, ja, shkoj. Shkoj si është. Gjuna. Edhe gjitha do lek, as lek që kemi hedhur s'do majmë të. Kurse vjetë malë ishte, si vjetë është cop fare. Ja do shpezimi që janë hedhur. Nuk e di, qa do betë. Shumë keq situata. Që e shumë da një javë, se po filloj temperatura që si ishte para 2-3 dite e dje komplet. Se dhe kul pra i bie, djedhi po e djek, i bëjmë blan atje dhe asnjë se merr me. Që thot është zero për ne. As shpenzime s'do majmë asgjë. Brenda një jave të djek djedhi gjithë komplet. Po s'punoj eksporti, që ti eksport. Sa do hajë tregu brendshëm këtu, një sasi të vogël. Kurse eksporti heq goxha. Do presin në shtetit, na japi shteti. Ne në shteti presin vetëm na ndihmoj që mu hap në një eksport në një gjë. Çfarë themi? Ja dhe po domatja e njëjta gjë. S'po ecën, s'ka çmim, çdo gjë. Fermerët kërkojnë ndërhyrje nga shteti për hapjen e tregjeve të eksportit dhe mbështetje për bujqësinë. Në të kundërt, paralajmërojnë se shumë familje do të braktisin tokën. Ndërkohë, sipas sindikatës së fermerëve, prodhimi ka mbetur stok për shkak të mos orientimit të fermerëve në përputhje me kërkesat e tregut. E sipas sindikalistëve, Maqedonia e Veriut del më parë me prodhimin në treg dhe është më konkurruese se vendi ynë.